processuale. Kush janë ekspertët që të nderuar ministër të isë, përshëndetje dhe mirë të takohemi në emisionin tonë të radhës. Do të flasmi për zhvillimet e fundit konkretisht për vështrimet, rreshtet dhe dëmtimet apo dëmet që janë bënë në bujqësi, pse jo dhe në blegëtori. Për këtë temë do të flasim me profesorin Imer Synoci. Nderuar, përshëndetje mirësjellje. Përshëndetje. Gjatë bisedës për të bërë termin në emision, thove që jam në terren e pastaj do të vinë në emision. Gjatë kohë dhe hapësi thjesht pjesë e këtij emisioni, faleminderit shumë. Ndërkaq që qysh keni pa këtë ditë situatën në bujqësinë e Kosovës pas rreshjeve të fundit, rreshjet të dendra që përquhen nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës? Po është vërtet këto 2 ditë të fundit pa dëme të mëdha, posaçërisht nga breshri, në veçanti, pavarësisht që në Perëzi patëm rrebesh rreshjesh, intensitet të madh të errave, dëme të konsiderueshme edhe në sektor tjerë, ndërtimtari e kështu me radhë, por që më tepër mbojmë përshtypje profesionalisht, domethënë madje edhe emocionalisht dëmet që shkaktohen në bujqësi tek fermerët, për faktin se për logjikën time agronomike fermerët për mua janë shtresa më e respektuar në shoqëri sepse targetin e tyre kanë gjithmonë prodhimin e ushqimit. Andaj të njëjtit duhet të mbështeten, duhet të përkrahen normalisht sipas një emërusi funksional që do duhet ishte sot funksional, qoftë shërbime këshillimore, qoftë mbështetje materiale nga dikasteri përkatës, qoftë ata prodhues, qofshin përpunues, që të kemi një emërus të përbashkët për të marrë të qëllimi që të shtojmë sa do pak prodhimin vendor dhe të ulim importin marrëmends, i cili për vitet e tëra dhe sidomos në vitet e fundit është i pajustifikueshëm sepse është shumë i madh. Cilat kultura bujqësore janë dëmtuar më shumëti? Tani, fatmirësisht, pjesë të vogla kanë ngel pak kohë me kulturën e grurit, se pothuajse është kryer, sepse filloi në dekadën e fundit të muajit qershor, fillimisht në Prizren, Gjakov, Mamush, Klin, e kështu me radhë, pastaj në fillim të korrikut në rrafshin e Kosovës dhe sot mund të ketë sipërfaqe shumë simbolike të pjesëve të larta kodinomalore ku kanë vetë sipërfaqe të vogla pak kohë, dhe në një farë forme, domethënë, gruri ai prodhim vendor që është realizua këtë vit, që në ato sipërfaqe kultivuese ka qenë rendiment i kënaqshëm, po themi se ka shpëtuar. Dëmet tani janë shumë të mëdha dhe shumë të shprehura tek prodhimtaria intenzive, në përgjithësi dhe në veçanti tek perimet. Në istok, domethënë, ishin dëme kolosale tek shalqini, pipi, trangujt, domatet, specat, pemet e kështu me radhë. Dje po ashtu patëm një stuhi të madhe dhe një rrebesh shumë intenziv rreshjesh në Suareg, Viti e kështu me radhë, dhe dhënat sinoptike për këtë javë kanë koincidu me një çrregullim të madh, sepse këto fatkeqësi që ne në agronomi quajmë natyrore kanë qenë të shprehura dhe më parë, por viteve të fundit janë shumë të shprehura si pasojë të çrregullimeve klimatike. Keni parasysh faktin se qershori u karakterizua me oscilime të mëdha temperaturale në pjesën e Evropës qendrore, që ishte karakteristike viteve paraprake, Francë, Gjermani e kështu me radhë, domethënë shkon temperatura ekstreme të larta që shkaktojnë vale në nxehtë që fatmirësisht tek ne zatën 30 në dekadën e fundit të qershorit, se po të zgjatej, atëherë do të kishim shumë prodhim të redukuar të grurit, sepse shterron sasinë e millit në kokër përkatësisht endospermin, por që breshëri shkaktoi vërtet dëme të mëdha dhe konsideroj se të gjitha ekipet profesionale të nivelit lokal sot janë në terren për të vlerësuar dëmet në prodhimtarinë primare të bujqësisë në komunat të caktuara dhe ata duhet të kenë një koordinim me nivelin rajonal dhe qendror dhe raportet përfundimtare t'i dërgojnë në qendër. Ajo që kam habit si fakt në Kosovë është ajo sepse akoma dhe sot e kësaj dite nuk arritëm ta krijojmë një fond legal për rreziqe elementare, domethënë për rreziqe ose fond të emergjenca, ose si do ta quajmë ato, a do ta menaxhonte Ministria e Bujqësisë, a Ministria e Punëve të Brendshme, sepse jo rrallë keni pa domethënë edhe zjarre të mëdha, qoftë të paqëllimshme ose të qëllimshme, që më tepër i menaxhon Ministria e Punëve të Brendshme, dhe gjitha këto janë fatkeqësi natyrore, do të duhej që brenda mundësive të mbështeten fermerët për dëmin që është shkaktuar në sipërfaqe të caktuara, qoftë në fushë të hap, qoftë në objekte të mbyllura, siç ishte rasti me serra, si një stok si dje për shembull në Suareg ke pat një video atje kur e tërë serra nga intensiteti i madh i errave doli edhe mbi çatinë e shtëpisë kështu me radhë. Cilat komuna janë më shumë të periukat të dëmtuara?
Ajo që ka kom pa këto 2 ditë të fundit, Istogu me një pjesë të madhe të fshatrave, Skenderaj me një sasi të konsiderueshme të fshatrave, diçka më pak ndoshta Ferizaj dhe Lipjani, dje ishte Suareka Vitia, pra rebeshet ose intensiteti i rreshjeve ka qenë shumë i shprehur dhe kam një skepticizëm që edhe këto 2 ditë, sepse Instituti Meteorologjik ka thonë për këtë javë që do të ketë rregullime të mëdha klimatike. Dhe si të tilla, sot jo unë, por nuk mund të kërkosh për shkallën e saktë të damit, sepse në fundit këto nuk hulumtohen kuptimin eksakt shkencor e tjera, por bëhet një vlerësim i përgjithshëm që sadopak fermerët të ndihmohen, sepse në të kundërtën do të dekurajohen, do të demotivohen. E thash ndoshta në fillim shkorazi, arsyeja është shumë e thjeshtë pse sektori i bujqësisë duhet të mbështetet dhe të përkrahet. Sepse po që se ne i rregullojmë standardet dhe normat nutritive përkatësisht ushqyese, atëherë problemet në mjeksi do të jenë më të vogla dhe kundërta. Dhe këtu shifet roli ose rëndësia ose fundamenti i shkencës së agronomisë, që është me atë koincidimin e sigurimit të ushqimit edhe sigurisë ushqimore, që është alfa dhe omega për gjitha profesionet që ushtrojnë sot njerëz të rëndëmt. Profa, a ekziston mundësia ose rreziku që një pjesë e prodhimit të humbet plotësisht? Po, tani shkalla e dameve nga fatkeqësitë natyrore, po flasum konkretisht këto 2 ditë fundit nga breshri, sepse fatkeqësitë natyrore mund të jenë përmbytje, vërshime të mëdha, mund të jenë ngricat e hershme, domethënë pranë verore se të vonshme vjeshtore, mund të jetë termeti, mund të jenë domethënë shkallë e madhe ariditetit e tjera, të gjitha këto kategorizohen në ato fatkeqësitë natyrore, janë të përshkallëzuara, po themi 20, 30, 40, 50, në disa rrethana të caktuara nga kolegë që punojnë specialistë e agronomisë, ish student ose edhe kolegët e mi, po thonë që për zonat të caktuara në fshatrat e Istogut ka deri 90% shkalla e damtimit të prodhimeve, sidomos të pjeprit, shalqinit, specave, në atë pjesë ku ka qenë ajo maja atakuar, atëherë është ai raporti fillestar përkatësisht proces verbali që eman komisioni, përkatësisht niveli profesional i profesionistëve nga niveli lokal, në koordinim, po thonë gjithmonë me rajonin Bjefjala, Klina, Istogu, Deçani janë, po themi, krejt ai rajoni i 5, ta quajtur kushtimisht, që duhet koordinohet nga niveli qendror. Dhe këtu ndoshta që ka një dobësi që unë e kom pa këto vite, kur e lexon me kujdes ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural, ka mundësi ligjore që të kategorizohet, që të nxirret një rregullor e veçantë ose një udhëzim i caktuar administrativ pikërisht për këto fatkeqësi natyrore, se ka bazë legjislative për këtë punë, por do të ketë vullnet institucional. Që s'ka vullnet institucional? Po, nuk e di a ka, s'ka, po të paktën sot nuk po shihet se ne duhet të kemë, domethënë, këtë që kam sot në këto shkencat eksakte, ku bën pjesë agronomia, pak ka vend qinisje e fjalive, oratoria e tjera, sepse donë parametra ose indikator, tregus prek smac, domethënë, atë nuk po e shoh që është funksionale, por që duhet të funksionalizohet, ndoshta do të duhet që të funksionalizohet një emërues i përbashkët në mes të shërbimeve këshillimore, pse mos jenë edhe institucionet hulumtuese shkencore, siç është fakulteti, instituti PES e tjera, dikasteri përkatës, fermeri, qoftë ai prodhues ose përpunues, që të kenë një qëllim të caktuar për më artë të targetit që ne kemi një pikësynim. Shonajmë nëse analizëm vetëm importin e vitit kaluar, të vitit 2025, po flasë për prodhimtarinë e përgjithshme bujqësore, përfshi vajin, sheqerin, duhanin, drithrat, qumshtin dhe mishit, është marramens të dhënat janë nga agjencioni i statistikës, do më po flasë për një institucion qeveritar që argumenton faktin që kemë pas dikon 1.2 miliard euro import të prodhimeve bujqësore. Prodhime këto që në periudhën e dikurshme kur kemi punuar në bashkëpunim me ekonominë si asistent, më kujtohen vitet 80-ta, vajin e kemi prodhuar në Ferizaj, duhanin e Gjilan, sheqerin e Pej, janë çështje domosdoshmë që bën. Kosova nuk ka klimë të volitshme për kultivimin e orizit, kafes, agrumeve tjera se janë bimë të klimës tropikale, por që të kemi importe marramense të drithra u kulturave strategjike që përkojnë me konditat tona agroekologjike, kjo është pa justifikuar
justifikueshme, domethënë nuk është veç obligim profesional i specialistëve të bujqësisë që punojnë në këtë domen, por është edhe obligim kombëtar që të ngrit shkallën e bruto prodhimit ose shkallën e prodhimit vendor dhe ta ulsh sasinë marrëmendse të importit. Që të bie ajo në zero është iluzion, është e pamundshme. Domethënë ne mund të flasim sepse njeriu kur flet do të ketë pak përgjegjësi për fjalën publike që e thot. Pra, tek ne është provuar pas luftës dytë botërore nga profesor të nderuar sot jeton, është gjallë, profesor Bashkim Kabashi, profesor Gani Banjska, profesor Agrundushi, të kultivohet orizin në Prizren, nuk ka dhënë sukses dhe këtë çështje e kem të qartë se duhet të importohet. Ose kafja dhe prodhime tjera të ngjashme, por të kemi import marrëmend sa ishte vitin e kaluar dikon mbi 100 milion çumshtit dhe prodhimeve të çumshtit, rreth 150 deri 170 milion ke të mishit dhe prodhimeve të mishit, drithra, vajt, sheqerit, është e pajustifikueshme. Prandaj duhet të prioritarizohen të gjitha këto prioritete dhe duhet të jenë të kategorizuara edhe fondet që garantojnë domethënë kompenzim për fatkeqësitë natyrore, por të mbikëqyrën dhe mos të kesh përdoren të njëjtat. Çfarë duhet të bëjnë fermerët tani për ta minimizuar këtë humbje që kanë pas? Aty ku ka mundësi dhe aty ku shkalla e dëmit është më e ulët, diçka mund të regenerohet normalisht në kooperim, në bashkëpunim me ekipet profesionale që japin këshilla të caktuara për intervenimin e kësaj ose asaj mase të përkujdesjes, derisa mund të ringjallët diçka. Aty ku prodhimi, domethënë, ka dështuar, po themi atë informacion që e mora nga kolegu që kam punuar gjatë kohë me ta dhe i besoj në një zonë të caktuar ku është 90% shkalla e dëmit, praktikisht është e pamundshme që të intervenohet me diçka, por të paktën të gjendet mundësi, rrugë alternativ, hapësirë që të kompenzohet. Edhe nëse nuk ka mundësi materiale, domethënë dikasteri përkatës, të paktën mos të anashkalohet për të ketë një stimulim, sepse vetëm kështu ne mund t'i inkurajojmë fermerët, përndryshe do të kemi dekurajim, demotivim. Nëse ne do t'jem shumë aktiv në këto prodhimet se nuk i përmana rasisht, atëherë do të zbotshim shumë probleme ekonomike, teknike, organizative, shkallë të madhe të papunësisë, do të stopojshim shkallën e madhe të emigracionit gjeneratës së re që mësojnë perëndimin, se nëse e marrëm vetëm duhanin, është një standard ndërkombëtar të cilin sa kam shpikon, 1 hektar duhan prej trapjantimit të fidanit deri në cigarë ose deri në finalizim, punson 4.2 punëtor. Kjo do të thotë që po të mbilleshin 10.000 hektar me duhan Kosovë, do të punësoshin 40.000 punëtor. Ngjaj shumë shembuj ka edhe për vajin edhe për sheqerin, dhe vetëm këto 3 prodhime, shkarazi i thash që nuk kanë absolutisht problem me plasmanin në treg, do të zbote shumë probleme të mëdha të papunësisë që janë aktuale. Këto janë çështje që një herë për gjithmonë duhet të kuptohen esencialisht nga pjesa e garniturave qeveritare, sepse realisht në Kosovë i vetëdijshëm për këto që po flas, janë bërë gabime të mëdha me sektorin e bujqësisë tash 27 vite. Dhe kosto është e lartë e këtyre gabimeve që janë bërë. Po, shikoj, e para na kem qenë bukur të pamëshirshëm ndaj tokës bujqësore. Është përdhunu, është tjetërsu, është kesh menaxhu, është betonizu. Domthonë, madje edhe në kundërshtim me legjislacionin e fuqi që sankcionon klasën e parë, 2 dhe 3 bonitative të tokës bujqësore që mos t'i ndrohet destinacioni. Kjo është e pafalshme. Domthonë, toka është aset nacional që u takon breza unë e pambarim. Nëse ne jem demela dhe nuk e punojmë ato, të paktën mos ta shkatrojmë, sepse atë do ta punoj dikush. Është obligim ligjor, po them kushtimisht, nëse ne e kem trashëguar nga paraardhësit, të njëjtin fond tua bartim edhe pasardhësve. Domethënë, vetëm kështu na mund ta kuptojmë njëherë për gjithmonë se X ose Y pronari nuk është pronari i vërtet i tokës, e vetë pavarësisht që ka listë poseduese dhe pagun shkollë tatimore për të, sepse u takon breza unë pambarim. Pastaj, politikat bujqësore nuk janë politika siç janë të sektorëve tjerë. Kto janë relative. E sheh? Dje pardje, domthonë ndodhin ndryshime klimatike, ndodhin fatkeqësi natyrore, janë relative, duhet të jesh gjithmonë në kontakt me fermerin, duhet të jenë relative nga sezona në sezon, nga viti në vit e tjera, gjithmonë me mbikëqyrje strikt
profesionale dhe nuk na duhen ato skemat e 4-5 viteve më herët që patëm kesh përdorimet të mëdha të subvencionimit, të masat stimulative e tjera. Një mas stimuluese, sido që ta qoshti të fermeri, mund tjetë ai subvencion, mund tjetë premi, mund tjetë regres, mund tjetë grant zhvillimor, duhet ketë një objektiv të caktuar që të arrishte rezultati, sepse investimet në bujqësi nuk janë domethënë tregti ku çarkullon malli mbrana ditës. Pra duhet të investosh diçka që e pret në fund vitit ose të kulturat shumë vjeçare siç janë pemë domethënë për vite të tëra derisa herë në frydhonje plot. Prandaj duhet ketë kujdes, maturi dhe profesionalizëm të theksuar në mënyrë që ta ndrojmë këtë gjendje e cila është vërtet të disfavorshme për këtë bilans që kemi. Prof, se janë të përgatitur fermerët për rastet e tilla si këto 2 ditë e fundit apo edhe rastet e tjera, edhe emocionalisht, edhe në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin e mbështetjes nga ana institucionale? Fatkeqësisht, Kosova ka numër të madh të fermerëve të vegjël dhe ka numër të vogël të fermerëve të mëdhenj që ne i quajmë komercial. Punët që i bëjmë në terren, domethënë shërbimet ekstensioniste, ato shërbimet shillimore që i kemi, gjithmonë zonë më shumë vend dhe kanë vedije më të lartë fermerë të mëdhenj komercial, sepse ata kultivojnë me sipërfaqe të mëdha kultura strategjike grur, misër ose edhe prodhimtari intenzive. Tek fermerët e vegjël që domethënë nuk kanë gastra të duhura dhe të njëjtit nuk ruajnë tërsinë teknologjike të tokës, por e riparcializojnë ose rifragmentarizojnë në kontinuitet, atëherë të ata kostoja e prodhimit do të jetë e lartë dhe vështirë që mund të jetë ai konkurrent me fermerin e madh. Domethënë, ndoshta shkalla e fermerëve mëdhaj ose komercial në Kosovë, fatkeqësisht është shumë e vogël, por që prodhimtaria me këtë edhe produktiviteti i punës është duk shumë më i lartë se sa te fermerët e vegjël. Për shumë arsye. Shkalla e vetdijes, nuk kisha më thonë unë që ata nuk kanë, absolutisht, thash pare janë shtresa më e respektuar në shoqëri, duhet të punohet me ta. Domethënë duhet të punohet secili në sektorin e vet. Dikush që ka mundësi ta ndihmoj edhe me një këshill, qoftë ai specialist, qoftë profesor i shkollës mesme, qoftë profesor universiteti e tjera, por që këtë punë duhet ta kryjnë nivelet lokale më tepër. Unë jo rrallë maj edhe shërbime këshillimore në komuna të ndryshme, po ato mund të jenë 1 ose 2 gjatë vitit, për faktin se ka shumë komuna, gjithmonë u përcjell këto dhe u them që ju doni të punoni me specialist të rrethit tuaj. Vetëm kështu mund të ngritet edhe vetdia profesionale, sepse nuk është kjo vetëm profesion, është edhe çështje kombëtare, domethënë është pasion, ajo që fermeri, unë isha te fermerët komercial. Ata atë punë përveç të tjera që kanë edhe pasion, domethënë. Prandaj duhet të ndihmohen, prandaj duhet të përkrohen gjithmonë konform legjislacionit në fuqi. A është e duhur apo jo metodologjia që sot zbatohet në terren dhe a duhet në të ndrohen kriteret që ndoshta të avancohet më tepër produktiviteti i punës, kjo është çështje që do debat, por do në debat profesional. Ne nuk mund të krahasohemi me vendet që kanë trend të lartë të zhvillimit ekonomik. Të bash ti një shkallë krahasueshmërisë sot me Holandën, Gjermaninë, Francën e tjera është iluzion. Të paktën ne modelet duhet i marrim në vendet e vogla të rajonit dhe importin duhet ta ulim për aq sa mundemi dhe për aq sa ka hapësirë. Atëherë, këtë në fund, prof, sigurisht kam shumë pyetje, po s'kemi shumë kohë. Cilat kultura janë më rezistente ndaj ndryshimeve klimatike? Që mund mi bë ballë? Çështja e ndryshimeve klimatike është problem global sot. Nëse juve ju kujtohet, vite më parë ishte një projekt i përmasave botërore ku përfshin 8 vendet më të industrializuara dhe në një farë forme ishte i kyçur, jo si specialist i bujqësisë, po edhe ish nën presidenti amerikan Al Gore. Dhe nuk dhan ndonjë rezultat sepse është shkalla e madhe e industrializimit në botë, shkrirja e kollnojave, shkatrimi i shtresës së ozonit, shkalla e madhe e kontaminimit e tjera. Tani po kalojmë tek prodhimet bujqësore sepse duhet të kesh atë sigurinë ushqimore. Shkalla e ndjeshmërisë ose sensitivitetit te prodhimet bujqësore është ndryshme. Vjen fjala ne kemi prodhime, pa marrim qumshin, është prodhimi më sensitiv, është i ndihshëm. Jo rastësisht, nëse del mëngjes me pi kafe, muajve të verës kur është domosdoshmë temperaturë lartë qershor kur gusht, te shitorët që akoma s'janë ke pa domosdoshmë që i ka shku qumshin mëngjes, se po e zoni vapë madhe ai prishet, domosdoshmë është sensitiv. Për dallim nga, hajde po marrim një prodhim tjetër, grurin. E korrim
tash në korrik, dhe për shumë arsye nuk e dorëzojmë, ose presëm çmim më të mirë, mund ta plasosh në tregën në janar, në shkurt, domethënë për muaj të tërë erone depo nëse ai përmbush kriteret për mbajtjen e lagështisë e tjera që i din këto fermerët. Pra, prioritarizimi e ka për mirë si pyetje, duhet të bëhet në bazë të shkallës së senzitivitetit ose ndjeshmërisë që e ka. Sot centrat botërore përmirësuese, seleksionuese punojnë shumë në krijimin e rezistueshmërisë ose qëndrueshmërisë të X fenotipit, X kultivarit, X hibridit, X racës së korrësh të pjake për faktorin e rezistueshmërisë ose qëndrueshmërisë. Nëse keni analizuar me kujdes, jo rastësisht Ministria e Bujqësisë teston kultivar të grurit, hibride të misrit ose kulturave të tjera bujqësore për 2 ose 3 vite në konditat tona agroekologjike, sepse i njëjti duhet të ketë shkallë të duhur të adaptabilitetit ose përshtatshmërisë, apo jo. Nëse nuk ka, e eliminon. Nëse ka, e intensifikon në produktari. Këto janë çështje që sektori agronomisë kërkon gjithmonë punë intensive në terren dhe gjithmonë duhet të kemi një shkallë të zgjuarësisë ose mobilitetit që të jemi gjithmonë në krah të prodhimit vendor, në përkrahje të fermerit, në përkrahje të bujkut, qoftë ai i prodhimit bimor ose i produkteve animale, por një gjë dihet. Edhe sot e kësaj dite fatkeqësisht Kosova karakterizohet me pamjaftueshmëri të prodhimit vendor, për pasojë është edhe importi i madh. Atë pro falenderoj që ishe pjesë e këtij emisioni. Ju lutem. Të nderuar miq, takohemi nesër deri atëherë miq. Started the process on it. Kush janë ekspertët që